Pas postit, po ashtu është komentuar edhe përballja jote me Nedën. Mendon që u tepruva pak? Nga kush? A mendoj. Sikur u mendoni ju që u teprua se unë sikur u mendoj fare për këtë gjë. Sikur u zgjat çik si muhabet. Nga kush? Nga të dyja. Unë. Nga unë. Zemër unë 4 muaj. Domethënë 4 muaj ja tek ndjekim dhe pamjet e golit. Ja Rosana Radit. Në ndeshjen e fundit, si tha Neda atë kam çuar unë në finale. Po ta dija kështu, do rria ulur në koltuk dhe nuk do flisja fare, do prisja të çonte Neda. Jo vetëm në finale, po në çdo finale të mundshme. Në që ka duar trokitur nga Egli. Po, ka duar trokitur Egli se i kanë bërë gjërat bashkë, se kur erdhi me mendje tjetër. Dhe ndërkohë thonte fjalën e Nedës që mi tha Neda një javë më vonë. Po, te përballja. Po, dhe jo vetëm. Domethënë që e interesante shumë që ta shohësh pa audio se. Dhe mund ta dubloj tani, dëgjoj. E tha gjëra që do ndryshonte, për shembull, mund të ishte kjo balukja. Po, balukën do ta kisha hequr komplet. Do e kisha hapur ballin. Po ta kisha hequr me këtë fare komplet. Do flasësh me Nedën? Unë s'kam folur me Nedën që të flas me Nedën. Jo, nëse rastisni. Do sqaroni tani pas domethënë është e shkuar dhe e lën në big apo shiko, fakti që atë natë nuk më pa në sy se desha ti thoja edhe janë dy gjëra të tjera. Do flasësh se unë isha në dasëm të Xhesit dhe të Eglit dhe kur nuk kishte filluar akoma ahengu, i dhash dorën të dy opinionistëve dhe arbërit edhe Nedës. Kur ikëm, Neda takoi të gjithë njerëzit, vetëm mua nuk ma dha dorën. Ndoshta nuk më pa nga ahengu madh që kishte në shtëpi. Po të më flasi, do t'i flas patjetër, ta përshëndes, unë jam njëri me norma. Okej.